Kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski shprehet I sigurt se ligji më I komentuar gjatë këtij viti I përdorimit të gjuhëve do të sillet në vitin 2026. Pas vendimit të fundit të gjykatës administrative, e cila ka shkarkuar gjykatësen e Lëndës që është raportuese e ligjit për përdorimin e gjuhëve, Elizabeta Dukovska, kjo lëndë ka kaluar në tjetër gjykatës dhe si rrjedhoi 2 herë është shtyr seanca përgatitore që duhej të mbahej për këtë çështje. I pyetur se a dyshon për prapëvi politike në këtë vendim të gjykatës administrative, kryetari kushtetueses u përgjigj. Ky ligj ka një kombinim të çuditshëm rrethanash. Kjo lëndë do të vendoset në vitin 2026. Askush të mos shoh asnjë rrezik, as nuk japim, as nuk marrim, bëjmë harmonizim të dispozitave të ligjit me kushtetutën. Në fund, rezultati do të jetë një ligj shumë I mirë për përdorimin e gjuhëve nga ky që e kemi momentalisht. Kryetari kushtetueses Darko Kostadinovski tregon qëndrimin personal sa I përket Badenterit. Ai thotë se ky mekanizëm është I dobishëm në organet politike, siç është kuvendi, por nuk është I nevojshëm të përdoret në gjykatën kushtetuese, sepse siç thekson, krijon anomali. Badenteri është një mekanizëm I dobishëm për një shoqëri si e jona, por në organet politike, siç është kuvendi, por në organe si gjykata kushtetuese, që është kontrolluese e atij organi kushtetutës që duhet të sjellë ligje, përfshir edhe me shumicën me badenter, të vinë në situata që jo argumentet kushtetuese, por ato etnike të jenë vendimtare, atëherë nuk ka nevojë për një institucion të tillë. Për afatet kohore të përcaktuara nga gjykata kushtetuese që nuk respektohen nga legislativi, Kostadinovski shprehet se kohët e fundit organet shtetërore janë shumë nervoze, por siç thotë, muaji I mjaltit përfundon për cilin do organ shtetëror, duke shtuar se ata kanë mekanizma dhe lloje vendimesh me të cilat mund të vendosin disiplinë kushtetuese. Ndërsa paralajmëroi se vitin e ardhshëm do të ketë vendime shumë ndryshe nga gjykata kushtetuese. Kurse alarmoi se pushteti legjislativ dhe ai ekzekutiv po bëjnë mobbing ndaj pushtetit gjyqësor.